shoqatës shqiptare Kosova Hiskip të zotrin Regjepi. Sot jem me ditën e fundit këtu në Brus, nesër kismet dhe të nismi për Stamboll edhe për Maqedoni. Pra, unë në emër të teleshikuesve, në emër të televizionit Hana, në emër tem dhe në emër të kamermanit Ramadanit, i falenderojmë shumë zotrin Regjepit që të kena lënë edhe në shtëpinë si atë ka rahat, që 4 ditë të na shëtitën, na i ban halal. Nisë faleminderit më shpërgjë, herë televizioni Hana kush po punon e ju më shpërgjë të malër Ramadan faleminderit. Ju keni në thëmin kreti në ordën ka, që dhe të Turki, na jemi këtu. E më bo selam dhe të kush punon në televizion Hana, këtë dhe selam për bruse, e shkolla që kemi bashkëpunim, dëshmërve, e këtë dhe selam për bruse. Na as kemi bo kur gjo, na jemi këtu pas që brunë vesh pak, faleminderit. E shesh më na bo ju halal njëve, që keni egzamet. E na jemi të kënaqur shumë, që bënë ti sebeb se televizion është ambasadori më i madh për mishtet. Ju e ordën këtu ha me jek, e kemi shëtit një lodhen, keni nga, keni besedu, kemi bo emisione, ndërsa ku t'i shën atje në këmani akraba, në familje, aja kënaqësi e madhe është. Unë e faleminderit për juve shumë. E kjo shoqata jënë që 17 vjeç që kemi vendos, çka të mujnë, por që ta i me ordën, na minimush, që shëqet pak. Na për juve më mësu diçka, ju për neve më mësu diçka, se jemi na vllazni. Por që ta, edhe për fund atë reportazhin që e bom 8 nxënësit, 15 nxënësit që ishin nga Gjilani, ne përshëndesim edhe drejtorin e gjimnazit Hisam Ramanin, që edhe në emër të Hisenit ju falenderojmë që kishi arrit një sukses për ato 15 studenta që i kishin tana të mirat aty për mashineri, për të gjitha të mirat e Zotit që ja kishin dhënë. Këtë shkollat që përbojnë bashkë për na, si me Kosovë, ere kemi bo me Kumanivën që shteti shkollën teknike, se atë qka po shkollat që shëtita one, si në Kumanivë, si në Kosovë, thëmija vesh teorik, pratike jo. Ta është i se mos bëhet pratike, diplomën e mërë, po a i thëmija faj nuk ka, e na është i sheqat, përbom një koordinator, që kjo që e po të 6 grup që po vjenë. Inshallah, vjeta që të vinë, po kemi qef atë shkollën në Kumanivë që kemi bo teknike, makineri, ere një shkollë kemi bo në të makineri teknike, ka 10 zonësa, 10 me orë, 10-20 me bo një grup, një 2 mundit, era ta vllazime të në, me bo pratike, po kemi qef me adhon grepin, ata zonë peshkim vetë. Po, zotri Regjep, ju falenderit shumë për intervistën të shikues të nderuar, kjo përshëndetje për sot nga zirja e zotri Regjepit, ju përshëndesim të gjithëve dhe përshëndesim të gjithë drejtorët të shkollave dhe nga ona e zotri Regjepit edhe një përshëndetje të mirë. Faleminderit shumë. Dhe shumë selam, krejt dhe shqiptarë sa selam. Teleshikues të nderuar të televizionit Hana, jemi në Brus, këtu të familja e Metinit, në emër të televizionit Hana dhe në emër të zotri Regjepit që na ka shoqëru në këtij djalit Leventit, ja urojmë fejesën sot që ja fejue, hajde urime, e inshallah me nafak, e inshallah me babe me noni i ngoni të ditë, si burri, si gruja, se që ashtë të shkon qish ka shku baba jetë, edhe ti në trakt ati dush me shkue. Po muë qish po më do këtë, halo pa e prunu se një pa i thej gishtin verrit. Po inshallah me gëzime me nafak, inshallah amin. Teleshikues të nderuar, këto baba i Dhanrit, emrin? Gjevat Akman. Qish jeni, e një mirë? Mirë, faleminderit ju si në e një mirë. Sefte gjali të fejua. Po, sefte. Harli koft. Harë paq. E inshallah veç me të mira. Amin, inshallah. E inshallah me nafak. Levent Akman, për hajrë koft. Faleminderit shumë. E inshallah me gëzime e me nafak. Për ki program që janë të u bon, shkon të në televizionin Hana për Ramazan. E inshallah
Çdo vjet ka 10 darsmë në familjen e juaj Akman. Faleminderit. Ju emrin Hasan. heki dur për... Jo. Çështë. Edhe ti Akman, Po. mas këtina i. Maj madhe jo më. Maj madhe, ku Baba ke, Hasan baba. Pa mi ka përcije ti, po ti je krije të vagonëv këtu. Po, krijetari këtire. Qashtë. Me shna që shini, Shumë mirë. Shumë mirë. sa vlazni jeni, 4 vllazni jemi ne. kofshin me ima. Eyvallah faleminderit. Gjem sa i kije, 4 jemi kom. edhe i një gëzu që një për jamër shumë afe mirë, juve. shumë mirë, valla. Inshallah, Allah javsel veç me të mira. Amin. Amin. Gjumlemize inshallah. Na ina televizionit hona, këtë program kanë me po qufta që, Shumë mirë, faleminderit. Edhe më vjen Prej mirë. juve. Edhe na tanë familjes tonë që janë në Makedonin Kumanov, ju bojnë të fala, edhe ne t'jenë shnoshje mirë vetë që ato dëshirojmë për ata. edhe mund vjen mirë që lova së më ashtu me tinin pak ma mirë se një Me e tine një. është djali jem. Po, se na në Shkup kemi hesna për fabrikat autobusave bashkë me ta, unë jam i knaqë që jo që ju gjeta, po edhe plus që shtojnë, Që u qëllum do me thonë këtë mare unë edhe bere qëtë li që u feju kje. mirë, po vallahe. Inshallah me di se për ditë fejuj në mujtë vi ka njerë. A që na juve ju tregojmë, ju kallëzojmë se qysh. E ki vllavi Vllavi jam i dyti. I mas dyti. mos, Ismail. Ismail. që ki ma shumë pa hongër bukë se ju, a? E në trash ma shumë. Që shi ki emnin? Ismail. E gëzofsh. Akman, faleminderit. Sa gjem kije? Një gjale kam. Koft me ima. Amin, Që shi ka emnin? Ale. Ale. Po. E gëzoft. A je i knaqët për nipin që ja feju? Që s'jam kush nuk është i knaqëm. Allah ju gëzoft gjithmonë. Amin. Amin inshallah me gjithë juve. Po, edhe ai Djali jemi. Jo, gjale atën me suti. me Vllavi so, me tinit jam, po. po kofsh me imër. Faleminderit. Për hajrë ju koft kjo Hajrë faqe. ki gazment, inshallah veç për të mirë, a? Inshallah për të mirë. Ti a ki fmi? Po. So, 2 çik një gemi kam. emnat Një djalë. Serra Miray Muhammed. i gëzofshin. Faleminderit. Gjallit ja pa elon në emnin Loshk. Allah Faleminderit. ju gëzoft. Faleminderit. Edhe Unë sa Medine, unë jam i familjes më i vogël në vllaznive. Unë sa Medine, më i vogël i vllaznive janë. Vetëm. sa fmi kije? Po 3 çika i kam vajza. Po këtë janë në shkollë, shukër që e kemi feju nipin edhe kemi në gëzim. Edhe mirë se ju në kini ardhe edhe me na përshëndesë me program. Ju faleminderojmë shumë gjitha Makedoninë. Faleminderit. Ju, Unë e Gjelal, djali Hasanit jam, vllavi me tinit. vllavi me tinit i madhe. Edhe unë vllavi me tinit jam i dyti. Inshallah dhe Recep sa vllai me tinit. Këtë vllazni të me tinit. No, është krejt vllazni jena, krejt vllazni jena. Ani heki dur të gjithë. Emnin që she ki tha, Alatin. e gëzofsh. Sa Faleminderit. fmi kije? Unë 2 i kam. Një qiken një gjallë. Kofshin me imër. Amin inshallah. Pra zotri Recep, mirë se u gjetëm edhe në këtë fejesën e gjallit këtinve. Çocukları gönder. Pasha zëtin, kjo së kone e sapish, pa gjenabë Allah ku të shkrun, mas pari faleminderit të vllaznive, këtë ditë në gëzushme, në matë parën mi qëllu këtu, e rekta ka kone ditë, e na drejtë. Po kuptoj që shtu. A jam i knoqëm shumë, me këta vllazni ditën marë dërja nuses, o qëllu me rejuve, më në bo Allah dhe reju, e për hajë kjo është ka dy e Eyvallah falem. Ti që shiki emnin? Adın ne? Adını söyle. Zeynep Sude. Zeynep. Sen? Şevval. Çetin Efe. Niyazi Berk. Që shta i lifer? Ajo. Efe. Çetin Efe. Çetin Efe. Pas dhe më s'kena drejtori autobusave i lifer. Ajo. Ti? E që ki? Oh, mashallah. Fluk se ka da i fipa. Tuna. Lale të puthin e. Oh, si qifle kane. Oh, ti be që shiki emnin? Niyazi Berk. Niyazi Berk. Eliasa Umut. Bravo. E ti? Yiğit. Yiğit. Që ki emnin më të Yiğit. Ti? Ti a i në shkollë? Okula gidiyor mu diyor? Po. Ka që yaşındasın? O ne demek o? Kaç yaşındasın oğlum? Ya 10. 10, tamam abi. Bravo be. Ja këto rasisht e takova edhe zotri
Haxhi Elverin nga Enigjoli, kushën tem nga Runica. Selam aleikum. Aleikum A je mirë që shi kush? A je mirë? Mirë shikër, si po Na kalani? vjen mirë që u takum këtu. Shumë mirë. Me pas dash këtu në që këtë së në qëllëshme në këtë. Që 8 ditë jemi në Turki. Mo? Po, kemi ardhë që 3 natë jemi në Brus, të zotri Regjepi, që një javë pidoke zotri Regjepi, s'ka faj se kina mënu shumë. E kam lip me tinin, e kam lip edhe me tinin këtu, e gjetëm, edhe në faka jonë që ti të gjetëm, në fak e kishin feju nipin e vetë këtu, edhe për hajrë ju kof, e ishala me gzime e me në fak. Pro të lëshikus të nderuar, këto janë gjithë familja Hakman. Pro, ishala qerave vita kur të vim, se bëllë familja modhe ishin, e ishala në motë kur të vim, halo ma shumë shtuhen, se që sot një u shtuhe, e ishala në motë edhe 3 kjerë shtuhen. Ju falimderit. Adhe që ki vjerri, po thot për darzën, po pëtu në kur të mos po të thejnë kamën, se krojnë të kishin thëje. Edhe me aty komën atine s'ka problem se ka qerë njerës shumë që i ndimojnë atine. Pani pëse edhe thene pak komën s'do me thonë gjo. O, përna morë Samet, që shjeve gjelosh, apo lodhësh? Obe ka pak po duhet më lodhë me se... A i një mirë, a i një rahat. Rahat, shukër zotit. Shqyr, këta i një të bon gati, ja? I një të bon gati, jemi njëre të me se limët me andu. E ka në njëre ma, ka në sot para, me në një ku shku. E kjo, kur bot, tamam? Kur bot gati, për 20 ditë i bojmë gati farbitën edhe e regulojmë e komplet. Për 20 ditë? Pa, Allah. A i një mirë, a? Mirë, jo shka i ne apo, ne? Allah, ka jo. Jo, mërë, jo. Mashallah. Jo. Sa punëtori kini këtu? Po, sa punëtori kini me mund, kur ta bëjmë 8 vjetë jemi. 8? Pa. Të në plus i kini agje ku javë në një boje, na? Pa, edhe farbale, edhe ato i kemi 3 vjetë, me ata bëjmë 11. A dhe të kishe kohë të në kur të shkujmë të të bujën kjo avnuj. Qishja. Tamam. Pro zotri Sameti a këtu përgjesi gjithë punëtorve, ku kjo për 20 ditë kjo autobus vetëm bëhet gati për në Evropë, për Kamos. Për turistishki. Pro këtë kanë për turista, ne ju dëshirëm suksese dhe punë të mbarë. Faleminderit shumë, punë e hajrit. Teleshikus të nderuar të televizionit Hona në Kumanov, ju përshëndesim nga Brusa, fabrika e autobusave, fabrika karoseri Metin Hakman. Mirë dita. Që shjeve Metin? Mirë shikjur, mirë. Si kalon? Mirë shikjur, mirë që si një ardhë, mirë që kini ardhë. Si ju gjetëm. Si kaloni, ketë mirë atë? Mirë valla, shikjur, shumë mirë, ne jena të punu. Këtu dëmek, tu jena për autobuza jena në pinze, në pinsha si e ndreqë, më mujtë me ndreqë, ere revizion i bojmë kjerë të vjetër, i bojmë revizion të reja, ere për kombi revizion i ndreqëmje, për turistika, për personale, për punëtore, krejt autobuza kombi mujtë me ndreqë. Ja për të teleshikus të nderuar një nalë të kimi që jakun sukur ki, e kanë bon komplet. Zotri Metini ma vonë do të në njoftoj edhe me ku i ngjirosin me ngjira që, edhe ku i veshin karikat ato, kështi njerë do të shkujmi ka një qaj me pi me Metinin. Okej. Shikus të nderuar të televizionit Hona, jemi në Brus, të zotri Asani, ndërmarrja e autobusave Hakman karoseri. Selam aleikum. Aleikum selam. Edhe mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. A je mirë? Mirë valla, faleminderit. Mirë, shnosh.
Rahat, ju si ato po shkon? vllaznije, Krejt mirë që ke prej Jemte. Zotit, krejt mirë jemi. Ju, shqyqirja si një, anë ishtë? edhe kishi feju një gjallë, javë banë ma gje Eyvallah. për herë, apo këtu në Faleminderit shumë. zhire, Anë. për herë ju koftë, Eyvallah, faleminderit inshallah shumë. shtohet familja, Amin, se inshallah. po Allah inshallah ju e bereket, Veç, amin. a jeni mirë, a jeni Krejt rahat. mirë që ke prej Zotit, rahat ju. Zotre Hasan, që sa vjetë jeni ju këtu në Po në hemen se thuj 49 vjetë që jemi në Turqi. 1967 jemi ardhë këtu, mesi jemi ardhë këtu, na ja fillum këtë punën tonë, autobuseve, karoserinë autobuseve me punu. Prej një 9 vjetë unë kom punu, 24 mujë ju më konë, kur ju më nisë me shku ushtarë, 24 mujë ju konë ushtëria këtu, për me krye, po, 2 vjetë, ama si shku më ushtarë na, si bonë mot, ra 20 mujë ushtëria dhe 20 mujë bonë mot. Kur edha prej ushtërijës, atëherë, në 73-ën, edhe 3 vjetë mas ju kom punu këtë punë, tjetër kun të aj, zotria jam ati, edhe të në udajta prej ati, edhe e qelëm këtë punën, edhe prej 76-ën e deri sot, jemi të e vazhdu këtë punë. Unë mu para një 9 vjetëve, vllavet ja dërzova këto, edhe që ajo kom prej vetë, sa vllazni jeni? 4 jemi, në edhe 3 motra i kemi 7. Pra në emër të vllazni. televizionit hona, po kam qef edhe njerë të më tregojsh kur e ki vendos me do në penzi që shi ke thonë vllavit, se shkoj me kërë, po shkoj me autobus. Ai vllavi jem, ki Samedini po thot, i thashia këti këtu, edha një ditë sabale këtu nëndë, edhe për thëmë, hem vllavit dyti që është mas muhe, edhe Samedini të thëmë, e nebe këtu, thash nabe qelcet. Edhe ja kom qitë në tavolin qelcet, edhe për thëmë, këshirisha po të kalzoj unë tije. Deri tash ta jemi konë troq, thash shti, na mo jemi da, adi, ama punën e këmë pas troq, ama unë thash, e lo mu, thash me barakollat koft edhe allalt koft, me kret kjo tije, se kjo punë, kjo dukjan, kjo punë atije të ka hije, që 15 vjetëve që jemi muhe këtu, edhe thash, unë e shkova, si të ve, që mos të ve. Ama në qoftë se duhet unë me ardhen, dhe me thonë helbet, për çdo punë më thash veti ismu se ki gale, edhe thash kerën këtë rivin mere ti, se po shkon në të largëta, a tjetën thash në ta marrë këtë lajem se shoqën e kishte pak se smut dhe shkemi shku në spital edhe me ardhen, edhe thash ajo në të rije për ato, jo ta ti njonin mere thash, nuk më duhet se unë thash nuk ju më le me kerë. Edhe thash do të shkoj, do të hipi thash këtu në taksi edhe me metro do të shkoj a kënë mudaj 80 kilometra. Jo ta unë e qoj thash, s'ki me më qu. Nuk ju më leon me kërë thash tjerë këtu. Edhe hadeva, la unisa edhe shkova. Kur shkova të bëj një dy javë që ashtu që, një 2-3 kilometra ku pun qohët aja ania se ka vendin ati. Të trageti. Pa. Shkoj shaf bisha, shkoj shaf bisha, por shkoj që jam marrë për thot, shaubo, të thonë ti me mu fort më së përzi, s'ki pun tash iq, lem thash ti takshiri se dersa të mësohëm. Ama një 2-3 muj, bajagi, do me thonë, kini si në hava. po, si në hava, ashtu që të në mo, gjamin e kishen gata ati shumë, edhe po rrini ditë ati ishin rrugë disa gjemati me hoxën, edhe njoni po thot, shko be Hasanit ati. Për thot, jo be më shko, se ajo shqiptar, thot, si të rokët, thot, me ato na s'kimi pun, thot, hiqim, s'ki me shku ati, thot, po, leni, të na pet qatë imame, kime qatit shqiptash, po dalë, sa shumë gata kom gjamien, po shkoj, po vë edhe mirë. Edhe vllavit temi thash, ti, mas këshire punën mirë, kur një farë fjale mos na vjene neve për këto edhe u bëtish, ama shumë është mirë të shku tash. Shumë faleminderit për ti. Faleminderit edhe për ti. Edhe për ju e faleminderit shumë. Me sa shtete bashkëpunoni? Me sa shtete, po shumë ju kemi punu dhe me thonë me Makedonie, Kosove, Serbie, Kroacie, Gjermanie, Polonie, Çek, Slovak, me Rusien, tash edhe që me Izlanda jonë të punun edhe një. Edhe me këtë greket kemi punu, me magjartë edhe rumund mirë janë të punu. Ne pom në kompjuter edhe një
Kamion shumë të mirë e kish i Po, bën për Gjermani. për Gjermani ajo që i bën autobusit. autobusët e tërët ato, shajon dhe me thonë kjerët e mëdhaj. Po. Kësha i kanë ka 10-15 tonë tjepër, ajo e ngre ato edhe e qonë qoftë se bon defekt dikun ose dini ndeshje bohot, ajo veç e ka kranin e ngre edhe e qonë. Allah ju dhosh shëndet e saklëk punëtorëve. Amin, amin, e shukër firmës, Zotit, edhe juve, shaklëk, prifte edhe mora. shëndet edhe të gjithë krevet, edhe televizijës, hanës, të gjithëve, shumë të fale ju bojmë, edhe faleminderit për juve që i preja që jetje në arë. Këtu një, ne keni vizitu dhe shumë jemi të kënaqëm ne me juve. Që këtë program që jemi të bon shtitë e ti, që kemi bon edhe në Istanbul, Po, kjo kismet, që të këtë bon e gjeli sabër, në mujnë e shejtë të Ramazanit, ka me shku gjdo natë mas iftarit, se para iftarit, Shumë mirë, po. se këshirin, se këtë janë nervoz, jo mas sigarës, jo. po, kejtë, sytë nuk i shofim port. Po, e mas iftarit, shkon një muj Ramazan, edhe ditën e ditë Bajramit, e tona një muj shkon dille për dille. Anë. Programi jam Malëshmal Ashov, vizit shqiptarëve në Turqi. Mirë, shumë mirë dhe na, do me thonë të gjithve aqe musliman që janë në Makedonie, do me thonë Balkanë, Kosovë, Serbi, ja përhajrim Ramazanin, inshallah Zoti me shnet mirë jonë edhe ja bon kabul Prishtit, Amen. për her ju kohët Ramazanin, inshallah. Amen. Zoti ju jep shnet, shëndet, Sa vllazni jeni kretë ju? na jemi 4 vllaznit. Në këtë auto, këtë karoseri, Këtë karoseri Akman- veç Samedini është, vllavë, jem edhe gjali Metini Metinin- edhe gjela. me tini na e njofmi ma shumë, sa ai, Po ne që aja ai, dhe si inxhinier edhe pak ma i lirë të është, E, ai, ma i sa i- lirë, po, Evropën e esë. po. Edhe morëm vesh që ju kish ardhë edhe doja prej Po, shumë Zvicre, jemi të knaqëm, po. edhe ai mirë se mirë ka u orë bosh, që shumë kish mirë. orë bashkë për fejesën e Po, ati gjallit. po, për atë. Që she pa timnin e dhëndëri. Ai dhondëri Levent. Valla ish gëzu shumë, veç të kesh rrike. Shumë, po, si jo. Si jo. Mirë dita, zotëri Rabit. Si je, a je mirë? A je mirë? Mirë ju, Rahat mirë, ju sini. nga jeni ju? Unë prej Sërtisë jam, për fshatit Sërtisë, safër Preshevës atje. Edhe jam shumë vite të punua, gjë në Zvicër është 40 vite mbas paki, Në cili? po në Cëri. Atje kam punuar një 20 vite për ndërtaria, edhe shumë punë tjera. Në kohën e fundit, 20 vjet e fundit, në autobus kam punuar si bus shoferi thonë atje. E shti prej Zvicrë kjo në musafir të... E tani, po, shtyja të dhe nipat. mi vizitu këta nipët e mi, se këta matë mërzit shumë janë. A e ki di që dhe të fejohet e gjalli ajo? Po, rasisht, kur veç e pata bon jetë me ardhë, më të regun se ashtu është to që i ka ardhë në dora, që i thojnë të na. Sa gjem keni ju? Unë i kom 3 gjemë. Kufshin mimi. A punojnë, a mësojnë? Po, punojnë, ata janë në Zvicra të punue. Një është të shpia, 2 janë a gjithë të punue. Ata i kanë punë të veta, i kanë punojnë, s'ka problem. Po. Për në fund, zotëri Rabit, ki program si që ju të regova, shkon për mujnë e shetë e Ramazanit e ne. Po, ashtu edhe une mendoj se është kjo një e mirë për me njoftu njerëzit kose si jonë këta këtu shemu ta vllazët tonë në Turki që si jetojnë. Edhe njëherë para Ramazanit që kjo arë pak me vizitue, inshallah është për hajrë kjo, edhe neve edhe të gjithë kjo muaj i Ramazanit, e inshallah gëzojnë të gjithë. Edhe Për të përshëndet dikën? po përshëndesa që ta katundarët e mi, edhe atë shokun e ju që e kini shpijes Zanin, Mertizanin, edhe atine ato përshëndes piktuit. Ashtu edhe familjen teme në katun që i kam, Në Sorotis. në Sëratis, po. Edhe ne ju falenderojmë për intervistën që edhe dhe ju dëshirojmë një pushim të këndshëm të nipat e juaj në Turqi. Edhe ato djemë të ju që janë në diaspora që në Zvicër, ju dëshirojmë sukses, Allah ju dhosht shnet e ju prift të mbara. Faleminderit. Teleshikues të nderuar të televizionit tona, jemi këtu në Zafer Mahall të Haxhia, që she keni emrin? Kadri. Haxhi Kadria jeni mirë, Elhamdulillah, mirë. që jeni? Shqyr. Ato gjeme vete, Kajtë mirë jam shqyr. sa vjeti kije? O,
Mos vetë ka vetë. Apo, Sa thuhet ti tamini? më një 70. O, 70. 28 kom litën. Allah. Po, 88 vjetë. 88 vjetë. Po duke si 70 vjetë. Ne jemi televizionit Hona. Kemi arë me bo një program. E të na për kismet me izën e Zotit. Për mujnë e shetë Ramazanit. Shkon program të na. Hajri, inshallah. Familje ka keni Kanadje, ka Romalia, ka Shkupi. Në Shkup, familja s'na ka metë, këtë kanal të ma shumë. A në Romali? Në Ramali, një për kemi pas atje dhe vaj, ramet liko, po. A ka gjema, jadim në ta? Hesh, Valla. nuk janë të gjemë. Po shnosh. Pro të shikus të ndëruar, Haxhia ju uron gjithë muslimanëve, gjithë Kumanovës, Romalijës, gjithë të shikusve që e përcjellin këtë program, ju uron mujnë e shetë të Ramazanit. Shirit vaj.
Sen unutulur musun ki hatırlanasın ya Habib? Her zaman, her an hayatımızdasın. Aldığımız her nefestesin. Her şeydesin oysa. Her 5 vakit namazda, ezanda, senin o güzel ismin. Nasıl unuturlar seni ey sevgili? İnsanlar birbirlerini senelerce tanıyor, görüyor ve beraber yaşıyorlar. Ama tanıyamadıklarını söylüyorlar. Sonra sevgileri bitiyor. Çünkü sevgileri yalan. Sen bizi tanımadan, bizimle yaşamadan, görmeden sevdin. Yalansız, her şeyden bile fazla. Biz seni nasıl sevmeyiz ya Resulullah? Bir şey için de çok dua ediyorum ey can. Yaşadığım süre içinde senin yaşadığın topraklara gelmeyi, o havayı içime çekmeyi, seni ziyaret etmeyi, Mekke sokaklarında dolaşmayı, senin hüzünlendiğin yerlerde ağlamayı, senin sevindiğin yerlerde Rabbime çokça dualar etmeyi, kabrinde hıçkıra hıçkıra ağlamayı, sana olan özlemimi dile getirmeyi, iyi bir kul olmam için benim yanımda olup bana yardım etmeni istemeyi, kabrini koklamayı, sana biraz da olsa doymayı. İnşallah bir gün bu da olur. Bende sevgim sonsuz. Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Rabbim sevenleri kavuştururmuş. Ama bu dünyada, ama o ebedi, gerçek ve sonsuz dünyada. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım vay. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım vay. Kabe'nin örtüsü harap açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım vay. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım vay. Medine'm tavizi koy, Muhammed'i kuyet oy. Taşo bendim yakundray ya Fatiha, ya Fatiha, yakın doy.
محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi.
Teleshikus të nderuar të televizionit hona, jemi në Brus të shoqata Tuna. Zotri Milaimi, përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam. Ajni mirë që jeni? Mirë. Hajde për hajrë ju koftë kjo. Inshallah. Inshallah. Ne i falenderojmë zotri Recepit që na prunit e ti, na jemi televizionit hona. Ki program ka me shku për Ramazan të në. Teşekkür ediyorum diyor. Derneğimizin ve bu programı Ramazan'dan yayınlayacağım. Birkaç kelime söylemek ister misin? Öncelikle Makedonya'ya ve Kumanova'ya konuşmalara başlamadan önce selamlar gönderiyorum. Maspore Makedonya'ya komunuyoruz. Şum selam peyvay biktuit. Onların da gelecek olan Ramazan'ına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ketepur hayköft. Biz bu yıl 8. yapmış olduğumuz programımızı bu yılda semazenler ve ilahi gruplarıyla programımızı tamamlamak istiyoruz inşallah. Şimdiki navnëkit aktivite që në ka bën Zajat, faleminderit shumë të kemi këtë programin këtu. Faleminderit shumë që ne ardhëm. Pırhay, Kret ve Ramazani. Televizja Hona. Të nderuar të televizionit hona, ju përshëndesim nga shoqata Kosova Iskip të zotri Recepi, kemi edhe një djelmosha të ri, e të t'i lusim sonte për në këtë programit tonë që të qojnë në përmujnë në shetë Ramazanit, një ditëri ilahi. Selam aleikum. Aleikum selam. Hajdi mirë që shjeni. Mirë që shjeni. Ramadan Ibrahimi nga Shkupi. Jo. Flamur Kasami nga Kosova. Nga Tetova. Kosova. Nga Kosova. Mirë. Ne ju dëshirojmë suksese. Faleminderit shumë. Më shpari se të filloj, kjo zotëria. Faleminderit çka keni ardhur. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım var. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım var. Kabe'nin örtüsü kara açtı yüreğime yara. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım var. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım var. Medine'nin tavizi toy, Muhammed'i kuyen toy. Taşo vendin yatkum droj, një fatiha, një fatiha t'ja këndoj.
Tash u vendin jetë kundroj një fatiha, një fatiha jetë kundroj. Dëmdhet muajve Ti shkelqen si djelin qel Ti e gëzon gjdo musliman Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Ti e gëzon gjdo musliman Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Ti e gëzon gjdo musliman Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Mirë se vjen për botën bardh Zotit ka madhrun Kur'an Që një vit të pres me ardh Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Që një vit të pres me ardh Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Që një vit të pres me ardh Ej mubarek Ramazan Mirë se vjen o Ramazan Gzim për musliman Every night and every day Every night and every day Never forget to say La ilaha illallah Never forget to say La ilaha illallah Zotit lutju dhe beso Rrugës ti mos ju largo Përveç ti tjetër nuk ka La ilaha illallah Përveç ti tjetër nuk ka La ilaha illallah Zoti botën ka kriju Pejgamber na ka dërgu Përveç ti tjetër nuk ka La ilaha illallah Përveç ti tjetër nuk ka La ilaha illallah Every night and every day Every night and every day Never forget to say La ilaha illallah
say La ilaha illallah أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك او محمد درگوار نكد فناك الزوار من تفيا اشبلان سوار پیغمبر میدالوار او محمد درگوار نكد فناك الزوار من تفيا اشبلان سوار پیغمبر میدالوار يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Paspari ju falendrojmë, po ashtu dhe Recep Abin e falendrojmë shumë nga zemra. Ju urojmë muajin e shetë Ramazanit të gjithë muslimanëve ku do që janë, po ashtu ata muslimanë që gjenden në Maqedoni dhe ata të cilët neve na ndjekin gjatë këtyre momenteve. Ju falenderoj të një nga zemra që keni ardhur, që keni harxhu kohë. Amin. Faleminderit gjithashtu të Vahanës. Faleminderit çka keni ardhur në bursa. Faleminderit zotri Recepit çka na ka ftuar. Gjithashtu ja urojmë prej burse gjithë shqiptarëve që janë në Maqedoni, në trojat shqiptare, va urojmë Ramazanin nga këto. Faleminderit. Në Recep, edhe ne ju falenderojmë që na i bën të mundshëm me i prum këto dy hafazlar. Të falenderojmë shumë, Allah i që përbleft. Ne ju faleminderit shumë zotja ruft, Allah i këta i rujt atë të ri, se këta ka neve kanë më namaj, kanë më shtetin këta. Jam shumë kënaqur që kum njëf, ere selam. Ku ka shqiptar, mëson në përhaj kjo të Ramazane, Allah ja boft kabul. Inshallah, brus e keni shpit vogël, derën e keni qel. Ere këtë dhe selam. Allah ju shpërblet. Faleminderit shumë. Allah ju rujt inshallah. Televizionit hona, pari falenderojmë zotri Gjemalit, vllavit tem, që na prunin drejt, edhe plus Haxhi Muslia nga Shkupi, kurse ki djali Gilani Ismail. Ismaili nga Gilani, restoran të kojnin Jajla. Po, a i një mirë sini? Mirë. Ki program të na shkon për Ramazan. Güzel. Urejë Ramazani. Çok güzel. Ramazan. Hayırlı Ramazanlar.
Pra ja vuron mujnë e shtetë Ramazanin Zotri Ismailin nga Gilani, ki restoranta i babës vetë, më kja patron shtja, po. Zotri Gjemoli, si që thash vëlla jonë, para 3 vjetëve na ka shëtit që edhe sot na ka pruni drejt me hongër, edhe në foka jemi. Agjia edhe ki në fak me neve mu takue, pra në emër të Gjemolit edhe Agjis, ja vurojnë Po Ramazanin, gjithë muslimanët shkojnë në ruzën dhe në tokso. Jo, Gjemalavi, tjene, faleminer Allah të rrit binokët. Pra të lëshikus të nderuar nga restoranti Jajla. Po, ju përshëndesim edhe urime në emër edhe të Ismailit mujnë e shetë të Ramazanit. Të lëshikus të nderuar të televizionit Hana, jemi këtu në market, të dy qikat e Gjemalit, para 3 vjetëve janë konë një kaqore, shti ka në bo, ta man bukuroshe. Mirë mroma, selam aleikum. Qishia e mirë? Mirë. Bravo. Ti? Mirë. Bravo, Gjemal qishia? A e mirë? Mirë. E pra këto janë 2 binonke, dhe shkja ma e gase ajo. Pra në emër të këtinve emnin? Sheval. Sheval, ti? Shefje. Shefije. Emnin e nënës tonë, ha? Pra, Shevali dhe Shefia ju urojnë mujnë e shetë Ramazanit gjitha gjithë të lëshikuesve. Ciao, aj banja me dorë. Ciao. Qishia dhe Gjalosh, a e mirë? Ti dhanër Kumanove, ha? Batincës, Aj Batincës, po. Po, ajni mirë qishini. Emnin? Redvan Kajli. Ju përshëndes. Faleminderit ju. Këtë emision kom e shku të në për Ramazan. Shka? Për Ramazan. Po përrajr inshallah Ramazani me bebreket me ketë mire inshallah. Shikus të nderuar të televizionit Hana, jemi këtu në Stamboll, të Haxhi Gjaviti, të Haxhi Azizi i Dlëgës. A ka Haxhi qishje? Mirë qishje. A je mirë? Mirë, alhamdulillah. Na jena të Kumanovës, televizionit Hana. Gjeldën. Hosh boldën. Si jeni, a është nërë? Alhamdulillah, mirë. Ju? Mirë. Ti me shnet? Alhamdulillah, në unë jetë mirë. Pi ka kini ardhë ju këtu? Pi të Dlëgës. Që sa vjetë? 50 vetë. 40 vetë. Ketë mirë rahat? Ketë mirë rahat. Sa gjemë kije? 3. Kofshin me imër. Amin, amin. Në Kumanova e një dikan të Dlëgësa. Po pak e një naipin. Ketë naipin për një fshir jo. Naipin, një gjën, Lutvin, Abdullaj ato ma diqaj. Që ki program shkon shtitëna për Ramazan. Halikoft. Faliminer. Faliminer. Selam që tërkuja, ki këna mi që? Që ato selam për? Që të shka i një? Një ato selam. Faliminer shumë. Elhamdulillah. Ja po edhe këtu a gjalli vetë, pak para e vetë, a unë thësh kusha a gjia thafë thlavjem, a ki baba e vetë. A ka të mirali që sheni, a i një mirë, mirë sini, a i një mirë, si bu kaloni. Mirë, ju sini. Babën shqyqere pa e shumë të fort. Po, baba fort e ka. Që këtë program i në të e bon për Ramazan të na, e kismet mas iftari që konë për natë. Inshallah, hajrë dikot. Erë paqë. A ki për të përshëndet dikan në që? Selam, kejtë bagje, ato shkajnë njëf, Dlëgalit, Kumanovës, kejtëve selam. Shkup. Falimderi shumë, ja pra Zotrit e Miraliu i uron mujnë e shetë e Ramazanit gjithë muslimanve dhe atë që e përcilin këtë program të na.